publikuan në listat e kandidatëve për deputet. Si e keni parë këto lista dhe mendoni që do ketë kandidat ose ka kandidat që janë subjekti i spakut në të ardhmen, bazuar në të dhënat që kemi tani? Përse i përket listave, do të keni parasysh që listat janë lista të kryetarit partisë dhe jo të partisë, sepse partia në vetvete tregon demokratizim të brendshëm dhe njerëz të cilët të paraqesin platforma dhe nëpërmjet platformave të tyre paraqesin edhe leadershipin e tyre. Tani të shkojmë tek listat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, se këto dy parti do të jenë subjektet kryesore. Do të keni parasysh diçka. Çfarë viti jemi, mos gaboj? 2000? Sa jemi? 25. Me i thënë, se dia këtë gjë. Jemi në 2008-ën. Kur në kohën kur plasi Gërdeci, Rama dhe Berisha ishin armiq për shkak të Gërdecit. Por ata u bërën miq për me bërë reformën e famshme dhe kodin e ri zgjedhor me lista të mbyllura. Pra, 2008-a është edhe me 11 maj 2025. Kush e kupton mirë dhe qartë, dihet që listat e mbyllura apo në tërësi listat janë po ato të 2008-s. Në lojë për këto lista janë vetëm 40 mandate. A ka individ të cilët do të jenë subjekt hetimi, a do të vetohen apo jo në shtator, është diçka tjetër që mund ta diskutojmë në vijim. Por në këto zgjedhje, në këto lista kanë qenë vetëm lista kryetarit partisë dhe jo lista qytetare. Cila nga listat e partive ka pasur më shumë probleme ose ka më shumë probleme? Pra, PD-ja që futi, po themi, personat, figurat e vjetra në listë sigurt, apo Rama që futi figurat politike të vjetra në listë të hapur? Së pari duhet të keni parasysh PD-ja në listën e mbyllur. Aty tek lista e mbyllur e Tiranës do të shikoni kandidatin potencial ose kandidaten potenciale për kryetar Partisë Demokratike apo kryetar Partisë Demokratike. Por, paralelisht, dhe lista e mbyllur në Shkodër të Partisë Demokratike ke kandidatin apo kandidaten, që ta lëm pak të njerëzit të fillojnë të gërmojnë pak, për kryetar të Partisë Demokratike. Në listën e hapur të Tiranës, në Partinë Demokratike, keni kandidatin potencial ose kandidaten potenciale për kryetar Bashkia e Tiranës. Pse e them këtë? Edhe sikur zoti Velia të dalë nga burgu, mandati i tij në 2027 mbaron, edhe nuk ka më të drejtë të rikandidojë. Që do të thotë hapet gara, do të thotë që do të kenë konkurenca të reja dhe figura të reja në Bashkinë e Tiranës. Pra nga ana e PD-s Tirana, i bie që në listën e hapur, ata nuk është se po kandidojnë të gjithë për deputet. Njëri prej tyre që do kandidojë për deputet në listën e hapur, patjetër do të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme të Bashkisë së Tiranës. Ato të parakohshme ose ato të vitit 2027 mbetet për tu parë. Partia Socialiste në Tiranë, në listën e mbyllur, ka vendosur qokat e kryetarit, njerëz që kryetari i mban edhe pastaj i lëshon. Lista e hapur e Partisë Socialiste është mix, që do thotë janë figurat e vjetra të Partisë Socialiste, e janë figurat e 2013-s të ashtu quajtur rilindje, dhe është dhe një pjesë e grupit të Veliaj që është vendosur sa për sy e faqe që shiko unë nuk t'i hoqa të gjithë, përveç se të hoqa edhe ty, po t'i vendosa edhe këta në listë që të dhjap mesazh tek shok tan amerikan të fondacioni Soros, që shiko unë e mbrojta njeriun ton, por ai bëri diçka ose bëri gabime të mëdha, të cilët justifikojnë në të ardhmen, se zoti Rama ditë të justifikojë, që unë bëra përpjekjet e mia, thjesht ishte vetë ai që bëri gabimet fatale që u bleks me drejtsinë shqiptare. Avokat, le të themi pak të emrat. A besoni që do ketë kandidat që do fitojnë mandatin deputeti, por nuk do kenë mundësi të betohen për shkak të
që mund të jenë të inkriminuar dhe Spaku mund veprojnë ndaj tyre? Unë mendoj se ka 10 veta i këtë sigurt, të cilët do kenë probleme dhe të lashë me drejtësinë. Por kjo nuk është thjesht vetëm pjesë statistikore, pra 10 veta. Puna është kush e nxjerr dosjen nga sirtari dhe kush e çon Spakut. Kush mendoni? Ai që lëshon gjithmonë. Pra, nuk mundet unë për shembull të kem një dosje ndaj jush dhe në një moment të caktuar të dalë dhe ta pasqyroj dosjen me kallëzues sipërmarrës. Që do të thotë, ju e keni më parë shumë qartë. Unë nuk do të mbroj zotin Veliaj, po e çuditshmja është që për zotin Meta, për zotin Berisha, ke emrat e kallëzuesve dhe nuk ka asnjë problem. Ata shiqare dalin në çdo ekran dhe shajnë Berishën dhe Metën. Pa mbrojtur as Berishën as Metën. Nga ana tjetër, ke Erion Veliajn që e denonson një anonim. Për mua, nga ana ligjore nuk është anonim, personi është i qartë, dihet kush është, pra është një bashkëpunëtor me drejtësinë. Por quhet anonim për shkak se ka kërkuar unë të jap faktet, po ju më lutem më mbroni sepse mua këtë do më pushkatojnë. Që do të thotë, kemi 2 raste. Si ka mundësi në të këto 2 raste të kemi në rastin e Veliaj anonim dhe pastaj të kemi dhe shifrën 10. Pse? Se do të thotë ka një problem të brendshëm. Pra, Partia Socialiste ka pasur problem të brendshëm dhe e ka aktualisht. Kush është problemi? Problemi është shitblerja, dhe pushteti i cili mbulon gropat e emocionale, tradhtis, të gjitha ato gropa të cilët bëjnë që ajo parti ka problem të brendshëm. Pavarësisht se ka leadershipin. A do të arrestojnë njerëz? Duhet arrestohen, por në rast se ka prova. Dhe masat e sigurisë në vendin tonë janë të keq kuptuara. Jo se vetëm ne si qytetarë kemi problem, po edhe politika jone ka problem, sepse ajo asnjëherë nuk ka menduar që do të vijë edhe momenti vet që do përballet. Dhe prandaj jemi në këto kushte që jemi sot. Por unë jam i bindur që të konkludojmë që po, është e vërtet, do kemi 10. Nuk të them vetëm nga pjesa e qeverisë, po do jenë në total 10. A do të jetë në mas sigurie, arrest në shtëpi, arrest në burg? Unë mendoj se në disa raste mund të jetë edhe detyrim paraqitje. Por do të bëhet gjëja më e madhe, mendoj që do të bëhet pa ardhur zgjedhje të majit, të 11 majit. Pse e them këtë? Jemi drejt zgjedhjeve. Dhe çdo kaos që kanë hapur zoti Rama dhe zoti Berisha, është e qartë që ajo është mbuluar pas zgjedhjeve, se ka pas një marrëveshje. Në rast se Spaku nuk shkon brenda 10 majit, jo në 11 maj, brenda 10 majit, të bëj arrestimet, të mbaroj kjo procedurë arrestimesh. Atëre, pas zgjedhjeve, Berisha dhe Rama do jenë shumë të mbrojtur. Thjesht për të jap një statistikë të vogël. Në këto zgjedhje, edhe duke qenë në një referencë të 2021-shit, të zgjedhjeve të kaluara, PS-PD ka në xhep 40 mandate, secila, që na bëjnë 80 deputet. Pluset të tjerë që do jenë nga lista e hapur. Se normalisht çdo parti kandidon 46 të sigurt. Nuk i marr referencë ata. Ose bën 45 e zgjidhin vetë çfarë numër dalin. Në çdo moment të dy bashk mblidhen pas zgjedhjeve, hapin parlamentin dhe bën ndryshime radikale sepse kanë mbaruar punët me zgjedhjet. Sepse parlamenti i ri do dalë në 2000, pra do dalë në shtator të 2025-s. Prandaj Spaku duhet veprojë në rast se ka njerëz që janë lëshuar nga kallëzues sipërmarrës. Sepse dihet qartësi që politika jon ka një smundje. Dhe smundja është derisa jam në pushtet, kam fuqi. Dhe kjo është smundje e cila nuk riparohet dot. Prandaj duhet njerëzit të kuptojnë që këto smundje të riparohen vetëm duke lexuar ligjin dhe vetëm duke i nështruar ligjit.
Avokat kohët e fundit është përfolur që Spaku ka kërkuar heqjen e mandateve për 2 deputet Kuvendit të Shqipërisë. Taoland Balla, me sa kam dëgjuar unë, për një deputet tjetër nuk e di a ka diçka të tillë, por e vërteta është në korridore, flitet shumë dhe kur flitet, kjo ka ndodhur në raste të tjera, si për zotin Meta, si për zotin Berisha, kur është dëgjuar shumë në për publik që kërkohet për Taoland Ballën të bëhet kërkesa për heqjen e imunitetit, është shqetësuese fakti, edhe duke marrë si referencë gjithmonë detyrimin e paraqitjes së Berishës, që ai shkon atje dhe sa po del nga aty merret me Toyota Yaris dhe merret me Taoland Ballën, është shqetësuese ky fakt. Nuk mund të imagjinosh dot që një politikan, me ato që thot Berisha flasim gjithmonë, është bashkëpunëtor i krimit organizuar, ose bashkëpunon me krimin organizuar për të ndihmuar grupet rivale ose për të goditur grupe rivale. Në rast se ndodh kjo gjë, ka mbaruar më të qenurit socialist brenda Partisë Socialiste. Nuk mundet të flasin dot ato të cilët janë të Partisë Socialiste për socializme, se nuk kanë. Pra, nga 2013 në vazhdim kanë humbur orientimin e tyre. Ajo që unë kam dëgjuar, dhe është e vërtet, e dëgjoj, po nuk po e lidh dot, është edhe për Ballukun. Diçka ka dalë edhe për atë. Por nuk e kuptoj pse dalin këto gjëra dhe pse nuk vepron Spaku kur i ka nxjerr, sepse nuk është se ne nxjerrim ne të dy informacionin. Dikush e nxjerr informacion që të përpunohet në shoqërinë shqiptare dhe të fillojë dhe sikush të fillojë dhe të bëjë diçka. Çfarë janë këto? Pazare. Pra, një reformë në drejtësi bën pazare duke shitur lajmin, shikohet si do kapet edhe në fund fare të veproj. Si puna e rastit zotit Meta, e pat ju si ndodhi rasti Metës. Sa herë ishte thirrur atje, je për të na dhënë dëshmi për rrethanat e faktit këtu me radhë, dhe në fund fare asnjëri si tha që ti do të procedohesh penalisht. E mbajtën aty 4 vite me radhë dosja, dhe unë më mend shumë mirë që zoti Meta i thoshte, ore më arrestoni tani që jam president se do ketë më shumë pamje, më gjë më e bukur do jetë. Ato shkuan e vajtën edhe arrestuan në atë mënyrë. Pse duhet të bëhet kjo procedurë e tillë që ne të gjithë do të dimë që një ditë do arrestohen këta, edhe Spaku vepron ngadalë. Kujt i merr porosi Spaku? Amerikanë thotë Rama ikën. S'na ikën Amerikanë, sipas Ramës. Ndërkombëtarët në tërësi ikën, sipas Ramës. Atëri bika qartësi që Rama i thosh ka njerëzit e vet që i ka brenda Partisë Socialiste, që shiko, unë jam ai që ju pastroj juve. Tani, me sa dinjitet ti shkon edhe kandidon në Partinë Socialiste ku dihet që Rama të lëshoj. Pra, edhe për këto dy njerëz, kur ti e din që ai krenohet për atë që ka bërë, ti kaq smundja jote është e pashërueshme që të kuptosh që dikush të ka lëshuar. Supozoj nuk janë këto dy veta që themi. Mund të jenë njerëz të tjerë. Por ne kemi parë që zoti Rama, edhe në listën e 2021, po edhe në listën tani që do shikoni ju, nga politikanë në parlament, do t'i çojë burgaxhi. Ky është fakt. As tash e them, as opinion. I ka bërë të gjithë pothuajse burgaxhi. Është e pamundur të imagjinosh nga sjellja njerëzore që njerëzit që rrethon një person të jenë ata nga politikan burgaxhi dhe ai që i ka emëruar të jetë shenjtor. Nuk e di, më gjeni një model ta studiojmë. Ky është një model shumë i rëndësishëm ta studiojmë. Nuk është e shëndetshme që të dalë dikush burgaxhi nga politikan. Dhe kjo nuk tregon që Spaku po bën punë. Sepse Spaku ka arrestuar individ dhe ka dalë të pafajshme në gjykatat e tjera. Raste nga më të ndryshme. Mos selektojmë në një rast, pastaj ngel hatrin e njerit, nuk futemi aty. Por ka ndodhur ky rast. Dhe lavazhi që është bërë Spakut, sot unë jam shumë i nderuar
që në çdo moment kur unë kam lançuar kundër Spakut, në mënyrë se si perceptohet, pra, po arrestoj Spaku që ke i dënuar. Këte e kanë bërë dhe kanë krijuar dy media të posaçme, por edhe Partia Socialiste. U arreston të Ilir Meta, dilje ti dhe thoi prezumimin pafajësisë, thotë ky është shitur te Ilir Meta. U arrestuai Sali Berisha, dilje flisje për prezumimin e pafajësisë, ky është shitur te Sali Berisha. U arrestuar Ylën Velie, kam dalur publikisht dhe kam thënë prezumimin pafajësisë, se nuk ka lëkundje fare nga ajo gjë. Edhe Edi Rama nesër të arrestohet, prezumimin pafajësisë. Edhe Balluku të arrestohet, prezumimin pafajësisë. Çdo individ duhet jeti për të ketë këtë të drejtë. Dhe jo që këmë në pranga dhe të knaqen. E di që nuk bëjnë këta? Te që se bëjnë se si janë banë. Dhe është diçka që nuk e bëjnë sepse nuk e bëjnë se kanë qëllime të tjera. Zotëri, burgu i bën pasanik se një gabim procedurial bësh ti se Spak i bëj që ne të paguajmë dëmin që i ke shkaktuar këtë burgaxhiu që ke fut brenda. A ka vjedhur? Se ke kapur në flagrancë? Shko bë llogaritjet e pronave, të gjitha atyre gjëra që ka ai ka ndërtuar, se është sigurt që kanë bërë gabim, e kupton? Është si puna e saj 77-42, ndërkohë është 49. Por në rast se ti si Spak bë sekuestrimi, bën llogaritjet dhe të del që është 42-77, do thotë diçka nuk shkon me matematikën aty, diçka ka lëvizur. Në rast se ti bë sekuestrimin dhe nga llogaritja do del 77-49, atëherë çdo gjë në rregull i bërë filtrimin, mbaroi situata. Jo ti tani të kthesh 300 vite para, ku ti sapo ke dalë si institucion, dhe thosh tani po merr me pastrim produkteve të veprës penale. Të gjithë politikanët që janë kapur me këtë akuzë të gjithë. Pastrim të produkteve të veprës penale. Që të kapësh një individ për pastrim të produkteve të veprës penale, duhet çdo veprimtari që është kryer të jetë e kundërlishme dhe e paligjshme dhe të ka ardhur si rezultat të krimit. Si do konvertosh ti korrupsionin pasiv nga krimi, kur ato kanë ardhur në mënyrë të lishme? Një kjo. 2, se ti ke barrën e provës, prokuroria ka barrën e provës në gjykatë. E dyta, si ti zotëri do futesh edhe do të bësh një analizë të dur të veprimtarisë së një personi që ta çosh në bankën e ata akuzuarve dhe ta dënosh në fund fare? Si do ta bësh? Cilat janë provat e tua? Thashë themet? Po me thashë themet ai do marrë pafajësi. Dhe në rast se ai merr pafajësi edhe çfarë ti do bësh? Do paguajnë taksat shqiptarët. Dhe do dali burri mirë, Dumani, Dado dhe të tjerë. Po jo, nuk shkon kjo gjë. Se për të bërë ty kështu gjyqtar gjykatës kushtetuese, për të favorizuar ti, ato lek i merr, jem rregull. Po në rast se ai deli pafajshëm, ne do paguajmë atë tjetër për pafajësinë. Përveç kësaj, është një gabim tjetër ligjor që kanë bërë këta. Kush prokuror punon, edhe kush gjyqtar punon, me vendimarrjet e tij, tjetrin dhe merr në shpërblim, i hiqet pjesa më e madhe e pensionit suplementar. Ai kur të marrë pension dhe dalin gjithë statistikat, në rast se njerëzit janë dënuar për hiç, ti hiqet të gjitha të drejtat të pension suplementar, jo të bazë. Dhe i them unë si të marrë 300.000 lekë në fund të karrierës ti. A do ketë mundësi dikush të bëjë këtë veprim? Ta arrestoj të fusi tjetër si kur e ka shpinë e vet prokurorin? Asnjë se bën këtë. Dhe asnjë nga këta nuk shkon të ngrej një ligj të tillë. Ti hiqet çdo pension suplementar, çdo gjë që merr përveç asaj të bazë që ka. Edhe ajo bazë të jetë reduktuar sipas përqindjes që ka humbur shteti shqiptar. Se nuk mundesh ti zotë të pagush si shtet 30.000 euro. 30.000 euro ty për një rast në gjykatën europiane. Dhe ai të më bëj mua ish prokurorin të nesmen, e të marrë lek qyll nga populli shqiptar. Se thot kam punu. Çka ke punu? Duke fut burgaxhi kot për me justifiku karriken? Prandaj them që Spaku nuk është ashtu. Spaku kërkohet të mbledh prova dhe rasti Veliajt, rasti Berishës, rasti Metës ka një dobësi të madhe. E kishe 4 vite dosjen aty. Tani u kujtove ti që
pas ka flagrancën në mes? Tani e kuptove ti që e Meta që ka i rrezikshëm? Tani e kuptove ti që ky Velia që ka i rrezikshëm? Tani e kuptove që Berisha që ka i rrezikshëm? Apo do të ndihmosh zotin Rama që të ecë përpara dhe t'ja pastrosh rrugën? Se unë atë kuptoj. Rasti zotit Meta, zotit Velia dhe zotit Berisha është pastrim. Zoti Dumani po pastron rrugën e Ramës. Dhe ai rasti tjetër, se po ta bëj shumë analistë të gjerë, dhe ai rasti tjetër platformës për të ndihmuar spaku, kjo qesharake, individët, pra procesin demokratik në kapje të flagrancë të individëve që merren me abuzimin e zgjedhjeve. Çfarë është kjo? Do arrestojnë të gjithë opozitarët, më zotëri. Mbaj mend tek mua kjo gjë. Ose do arrestojnë kujt i prish punë Partisë Socialiste. Gjithë ata do t'i arrestojnë. Në lidhje pa lidhje, me prova pa prova, futi brenda, kemi afërmendësh noter gjyqtar. Or do ndodhi kjo gjë, mbaj mend, shënoje. Dalja në terren të prokurorëve, të agjentëve. Në zgjedhje nuk do godas Partinë Socialiste, do godas të sa përsye faqe që do na po ju goditën me do të rëndafitin, po pak. Por do godas opozitën në tërësi, ose më mirë çdo individ. Pse? Partia Socialiste të bëj fushat të qetë. Ashtu siç e ka bërë gjithmonë. Sepse nuk mund të imagjinosh ti një rezultat me 1 milion qytetar të votojnë një parti socialiste me kaq shumë burgaxhi nga radhët e saj. Është i pa imagjinueshme në mendimin të shëndetit mendor, më zotëri. Nuk mund të kesh kaq shumë burgaxhi. Prandaj them, për ta konkluduar që un kam rezervat e mia. Por borxhet, shitblerjet, qokat nuk janë momentale. Qokat janë afatgjate. Dhe mos harro faktin që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në radhët e saj të sot ka ish prokuror dhe i ka vendos deputet dhe ministra. Dhe mos më thuaj ti mua që Dumani, pasi të mbaroi karrierën e tij në SPAK, nuk përfundon deputeti i Partisë Socialiste. Do t'jap shembull. Ulsi Mani çka ka qenë? A ka qenë prokuror? Ku e ke ministër? Atashuar pranë Partisë Socialiste. Felaje. Çfarë është Felaje? Ish prokurore. A do shkojmë nga krau tjetër? Ishte dashnor Sula, po ishte i PD-s, është akoma lehtë çka ka bërë. Ish prokuror. Atë merr me tjerë. Le se e bëjmë zgjat pastaj, zgjasim shumë. Partitë politike tradicionale shqiptare kanë luftuar që të fusin armiqtë e vet në brenda partisë dhe kanë përdorur prokurorë që të fusin dhe të groposin rivalët e brendshëm. Është fakt konkret ky. Çfarë kërkoni ju? Avokat, flitet që sa e ke parë, sa është konflikt interesi që prokurori Veliajt është prokurori Veliajt, ndërkohë që Velia i ka dhënë një leje ndërtimi. Së pari duhet të keni parasysh që konflikti interesit e shikon drejtuesi i prokurorisë dhe jo gjykata. Por ne do flasim shqip dhe qartë dhe shtru popullorëshe ashtu si duhet ta dëgjojnë qytetarët. Velia ka qenë kryebashkiak, është kryebashkiak, po ka qenë në kuptimin e ushtrimit të funksionit të tij kur Dado ka marrë lejen e ndërtimit në një kompani dhe me radhë. Ka emrin e tij brenda. Për arsye morale, që mos futem në një lojë politike, se është lojë politike pastaj kjo që po zhvillohet sot, jap dorëheqjen time, sepse unë hetimet i kam kryer. Dhe kjo që të marrësh një dosje, sikur ke dosje personale për karrierën tënde, kjo nuk më duket e drejtë mua. Se në fund fare, ti si individ je prokuror, vjen kjo dosje, ti ikët, vjen tjetra se ti ke ngarkim. Dhe ta marrësh këtë dosje, dhe jeni 2 prokurorë, dhe ta çosh deri në fund. Po deri në fund, kjo nuk kupton profesionalizëm. Kjo do të thotë që unë dua të shënoj histori. Histori, zotëri, nuk shënon në një mas sigurie. Histori shënon kur ti, po,
dënohet ky person, shkallë parë, shkallë 2, shkallë 3, gjykatë kushtetuese dhe gjykatë europiane mbaroi sapet ky person, atëherë ti je okay. Por kur ti pandeuri të thotë që kemi një konflikt mërзотrim bashkë, pse nuk të riqish dhe e bërë sipërmarrës të kësaj dosje vetë? Dhe shiko, kjo gjë që ka ndodhur me Velien është një mesazh shumë i fortë, që asnjëri nga ju nuk e ka vënë edhe nuk e vën re këtë gjë. Edhe ju garantojmë pse këtë ndodh kjo gjë. Se dalin kaq shumë lajme dhe në fund fare ju nuk keni këtë çfarë të përcjellni. Dhe pastaj disa lajme fillon edhe harësohen. Shiko pak të them një rast. E kam trajtuar këto ditë që ndodh në rasti me Velien me konfliktin e interesit. Asnjëri nuk e marr, as Berisha nuk e merr. Shiko të lutem, nuk e di a duket qartë. Kjo këtu për mua është konflikt interesi. Në rast se unë do t'isha prokurori i Spakut, nuk do takoja kur Benet Becin, sepse unë si prokurori i Spakut nuk mundet të bëj një takim të tillë në një vend publik. Edhe s'u takem kushuri e takem çfarë të doj qefi. Pse them këtë? Se Benet Beci, me lajme që kanë dalë, është në hetim nga Spaku. Dhe kushdo individ, kur e shikon këtë foto, mund të mendojë se në Shqipëri jemi ne që këto njëri me tjetrin mbyll dosjen. E kupton në cilën situatë? Ky është mesazhi i shoqërisë shqiptare, prandaj tash flasim shqip. Pastër, kur shikon këtë foton, tjetri thotë, tani këta kanë mbyll dosjen. E kupton? Mbaroi, mesazhi u dha, por pse duhet këta të japin këtë mesazh? Mesazhi është tjetër, që kush prokuror merr dosje po ka për rastin e Benet Becit, i bjen ka arben krajën nga mrapa. E kupton? A është ky një konflikt interesi? Është një konflikt interesi. Edhe sikur nuk ka ndodhur diçka të palishme, se nuk mund të vendosim të palishme një takim, por çfarë? Përmbajtja e takimit. Do t'jap një rast tjetër. Ndodhi rasti i kryetarit të Bashkisë së Kukësit për marrëdhënie seksuale. E ditin që marrëdhënie seksuale këta e bën korrupsion pasiv, pra e konvertuan. E di që në Spak janë dënuar njerëz ku ton dikush me avion, unë për shembull po jam në një proces gjyqësor, dhe është një gjyqtar apo gjyqtar apo prokurore dhe shikoj që të them vërtetën i harrojmë gjyqtarët dhe prokurorët, se s'donim të majmë të takojmë çfarë takojmë në për seanca gjyqësore. I bjen që unë ose ai, kur të më shikojë më thotë ti ose ti duhet të ikësh nga avioni sepse unë nuk mund të udhtoj me ty, se mund ta marrin këta si rast korrupsioni, e kupton? A është konflikt interesi ky? Është i pastër. Pra, ti duhet të bësh konflikt interesi dhe të bësh vepër penale, korrupsion pasiv, një udhtim jashtë shtetit se keni qenë në të njëjtin avion, ndërsa kjo që e ka e ndershme. Nuk mund të punoj me disa standarde. Dhe njerëz të cilët thonë që na shiko Shkodranë dhe kështu, nuk më intereson origjina zotëri. Se ti je kryetar bashkie për detyrën që ke në bashki dhe vjen nga radhët e Partisë Socialiste, pavarësisht se je transferuar dhe je bën nga Demokrat Socialist dhe interesaxhi. Është punë tjetër, është çështje jote politike se si transferon nga një parti tjetër, nuk më intereson. Por nuk mundet ky ish kryeprokuror i Spakut, që do na sjellë shenjtori na pastroi djallin, do na sjellë këtë foto. Kjo foto është e tmerrshme. Përveç kësaj foto, ka dhe një foto tjetër që del dhe përsëri nuk pasqyrohet. Ky është zotëri konflikt interesi. Edhe ky është konflikt interesi. Edhe ky është konflikt interesi. E dikush tjetër është konflikt interesi që asnjë s'foli. Që të kemi të barabartë. Ka dalur në foto, në restorant, luksoz, me Tani, inspektori i lartë i drejtësisë, Bushka, kryetarja e ligjeve, dhe ish kryetarja e KLG-s. Bashkërisht këta individ kanë dalë. Edhe aty ka konflikt interesi. Edhe këtu ka konflikt interesi. Edhe për Erion Velin ka konflikt interesi. Dhe kam dëgjuar edhe çka tjetër, nuk naqemi për burgun e tjetrit, por hama ashtu mirë. Më fal. Asnjëherë nuk naqemi për burgun e tjetrit, për burgun, por duhet keni parasysh diçka. Po do ta fitosh tjetrin në politik,
fitoje me bindje dhe me votë. Po mos përdor kur drejtësinë për të futur tjetrin në burg. Se është e sigurt që drejtësia mund të veprojë ashtu si do veprojë, po ka një drejtësi tjetër që sa ta shtysh drejtësinë e stisur që të fusi të kalbi në burg, vija i momenti që drejtësia fillon edhe funksionon në të gjitha format. Edhe të ajo drejtësia që të stis tjetër edhe të fut brenda thjeshta për të fituar momentalisht. Dhe është parë në të shkuarën, pra, ata të cilët lexojnë libra që thonë na ne i pradhna për emision të posaçme dhe kështu me radhë, që fillojnë të lexojnë libra dhe kështu gjëra, të librat e tyre e kanë parë, kanë lexuar. Gropa tjetrit të çon në destinacion më të sigurt groposis së vetes. Në çdo rast zotëri kemi konflikt interesi, edhe për një leje ndërtimi. Ku unë e di që më shfaq persone një leje ndërtimi dhe kam emrin tim aty dhe ai ka firmosur poshtë dhe e kam proceduar, unë për dignitetin tim dhe për profesionin tim jap të rreshe. E dini ju zotëri që mua më kanë ardhur njerëz që të bëjnë një kallëzim penal edhe i kam thonë unë nuk bëj kallëzime penale. Pse kam thonë këtë gjë? Se kam konflikt interese. Pra, vjen, thot, do bëjmë kallëzim penal kundër një kolegu tuaj, avokat. Nuk e bëj zotëri unë këtë gjë. Dhe nuk jap mendim si të bëj. Le të shkoj dhe ta gjej vet. Kush do të bëj kallëzimin, le ta bëj vet. Pse e them këtë zotëri? Pse? Se është konflikt interesi. Si do të procedosh ti kolegun tënd? Prandaj ky është konflikt interesi. Prandaj edhe rasti Veliet është konflikt interesi. Dhe asnjëri nuk e thot atë shumë mirë. E thon që po prokurori kështu. Nuk them që krye prokurori mund të heqë të gjithë nga detyra. Por të paktën them, mos e bëni kaq shumë me sipërmarrje. Pra do ta fus në burg, e fute në burg, e kalbe në burg. Po ka bërë ato gjëra, ja more mbrapsht për interesat e shtetit, apo do marrësh thjesht në i shpërblim për në i vend pune. Që do të thotë nuk ka drejtësi. Se nuk më intereson mua të dënojmë Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën, Erion Velin dhe gjithë këto pa fituar shteti dhe populli shqiptar. Se është kjo e bukur që na 34 vite na kanë nxjerrë jetën. Më fal. Ata kanë përdorur një mekanizëm. Në rast se ti je i dobët edhe shet jetën tënde për 4 vite me 50.000 lekë, për 1.000 apo një buk apo një nder, atëherë sta ka fajin klasa politike zotëri. Fajin e ke ti, se ti ushite. Ti e detyrove ai të bëj këtë linjë dhe ti vjen sot me mua edhe kaq shumë hajdut paska. Pra populli do të kuptojë disa raste. Po ti si popull nuk e pranon të shesësh veten, e kupton? Nuk ka konflikt interesi. Por ti si popull, kur shet votën, ke konflikt interesi. Pse? Se ti bësh biznesmen. Ai bëhet politikan, ti biznesmen dhe kur shkon i kërkon të drejtat e tua procedurale, asnjëri nuk lëshon. Pse? Se nuk e shikon më konflikt interesi, sa e shikon për punë. Pra, në të gjitha aspektet, në çdo rast, ti e shikon shumë qartë. Që këta bën të njëjtën gjë. Punojnë drejt për së drejti në konflikte interesit. Për çdo gjë, thjesht karrikja mirë me pushtetin aktual. Shikoj këtë foton, mos harro kur këtë foto. Pse? Se ajo çfarë po ndodh tek Erion Veliaj, mund të ndodhë të ty. Pse? Se po e legjitimove këtë foto, ke legjitimuar çdo konflikt interesi që është jo vetëm për Erion Velin. E urrejni Erion Velin, urrejni nga mjes deri në darkë. Doni ta kalim në burg, edhe në karrike elektrike ta fusim. S'ka problem. Derisa ju pëlqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë 50 shtete, nuk më thënë na pëlqen 30 shtete, apo 50, pra total, edhe në karrike elektrike. Por ama, kjo këtu shfaq konfliktin e interesit dhe çfarë shfaq? Një tjetër gjë, dhe unë s'pyes për ligje. Jo rasti Velien,
Revelia është thjesht praktika që po ndodh tani aktualisht. Dhe këtu do jemi, dhe do shikoni namin që po bëhet. Dhe përveç kësajt, po të sjell një material tjetër që përsëri e kam thënë, po përsëri nuk e dëgjojnë. S'ka problem. Kjo është kushtetuta e 1976-ës. Dhe shiko, te kjo kushtetut asnjëri nuk e thot nga juristët. Ne, pikërisht te kjo e kam marrë, se kam lexuar 500 herë. Thjesht po të shikosh paragrafin e dytë, a duket mirë? Paragrafi i dytë thotë: në rast se nuk bëhet sipas ligjit, atëre prokurori pezullon çdo veprim. E kupton çfarë fuqie ka pas prokurori në 1976-ën? E kupton që jemi në 2025 dhe kemi të njëjtin mentalitet prokurorësh? Pra, në rast se ne si shoqëri nuk ndryshojmë mentalitetin, nuk ndryshohet ky vend. Jo të vinë amerikanët, të vijë edhe Zoti zbresën tokë, nuk ndryshon ky vend. Ku ke këtë natyrë prokurorësh. Prokurorë të cilët jo që lexojnë dosje. Prokurorë të cilët shkojnë me duar në xhep më gjykat. E ke një gjykat e cila është e tmerrshme për ta diskutuar. Ajo reformë në drejtësi nuk është reformë për drejtësinë. Është reformë e instalimit të diktaturës pas 91-shit. Dhe reforma e zgjedhore e 2024-s pikërisht prolloi përsëri 2008-ën. Dhe sot në 2025-ën nuk je në 2025-ën, po je në 2008-ën. Për reformë në drejtësi nuk je në 2016-ën, je në 1976-ën. Prandaj duhet të kemi kujdes edhe të çdo rast, edhe të konfliktit e interesit, të cilët e kanë bërë për të na e dhënë neve, por kam frikën se po shkelin edhe vete konflikt interesit. Avokat, shumë faleminderit për kohën. Ju falenderoj edhe për ftesën.